Analiza komente pa fund për vjedhje grabitje votash deri në Bruxelles me rezoluta. Si ku Partia Demokratike të na shpjegonte më parë përse Vangel Dreko ishte më i rëndësishëm në Fier se sa hapja negociatave. Në 17 maj të 2017-s, Kullërzim Basha degeneroi opozitën shqiptare, bashkë qeverisën e quajtën sukses me atë çadër turpi dhe ju falën të dyja pushtetet, vendojnë edhe lokalin sikur më parë në botë. Tani ankohen pse i varën ujkut mëqit në qafë dhe thonë na vodhi. Po ju ja falet të gjitha vetë. Kaq të mençur ishi si politikan vizionar. Qa nxorët në dritë me këto faljet me dëshirë të pushtetit dhe tani thoni na vodhi.